Federata Shqiptare e Boksit ka zgjedhur Shkodrën për të organizuar Kupën e Shqipërisë, aktivitetin e fundit për këtë vit. Ndeshjet e zhvilluara në palestrën e sportit Vllaznia patën në program 7 duele, përfundimi të cilëve ka fiksuar boksierët fitues në peshat përkatëse. Deri në 55 kg, Hysen Karmeshna i Vllaznisë dhe Kristian Koço i Flamurtarit përfundoi me fitoren e këtij të fundit. Nga ekipi i Flamurtarit ka dalë fitues edhe i peshës deri në 65 kg, Ibrahim Mezani, i cili mundi Kristian Balen e Vllaznisë. Dueli deri në 75 kg mes Ergys Toçit të Teutës dhe Arber Arizit të Elbasanit nxori fitues Dursakun. Për Vllaznin fitoria e parë vjen në peshën deri në 80 kg përmes Arion Kajoshit që mundi Antonio Palin e Beslidhjes. Edhe në dy peshat e tjera, 85 dhe 90 kg, boksierët shkodran Renato Gurra dhe Ercilio Rgalla mundën respektivisht Armando Grishajn dhe Kledison Gurrajn. Bazuar në këto rezultate, fitues të Kupës së Shqipërisë për këtë vit dolën përfaqësuesit e ekipit Vllaznisë me trajner Lazarin Vilën, sukses ky që vjen pas fitores edhe të titullit kampion, duke konfirmuar boksin shkodran absolut në boksin shqiptar. Masi dolëm për herë të 7 kampion, arritëm që të marrim edhe Kupën e Republikës Shqipërisë, dolëm në vend parë, pavarësisht se pjesëmarrja e ekipeve të tjera nuk ishte e madhe, kjo jo për fajin ton, por varet se cili ka planet edhe angazhimet e veta, megjithatë kjo kupë do të realizohet, arritme që ta fitojmë si ekip. Tham drejtën, është përsëritja disa viteve edhe më përpara, ky sukses vazhdon për me Ken. Shpresojmë që të vazhdojmë edhe vitet në vazhdim, po me këtë ritëm. Sot kena stërvitjen e rregull, sot kena sportista në palestër dhe më kryesore, sot jemi Gjoni prezent në palestrën e ekipit Vllaznisë, ky sukses nuk besoj se do të nalet. Kështu që shpresojmë që të ecim me këtë ritëm.